Hej njerëz, mirë se erdhët në WTF Daily Show dhe për këtë javë. Një postim i Sara Gjordenit në storyn e saj ku ajo njoftonte për shkëputjen për pak kohë nga rrjetet sociale, mjaftoi që të nisnin aludimet se mund të ketë një krizë në raportin e saj me Bardhin. Por jo, Sara ka reaguar sërish në Insta Story dhe ka thënë që ata nuk janë të ndarë, ata janë bashkë. Le ta shikojmë pak se çfarë ka shkruar Sara. Guys, nuk reflektova ndarjen në storyn tim të fundit. Për mua familja jonë është gjëja më e shtrenjtë në këtë botë. Nuk do guxoja kurrë të lija aludime të tilla për vëmendje as edhe një ditë më shumë. Nuk kam nevojë as dëshirë për të tilla simpati apo për 2 minuta famboshe. Pushim nga rrjetet e lajmërova për shkak të ngarkesës së madhe të punëve të shumëfishta gjatë ditës, overthinking dhe një periudhe postpartum depresioni të lehtë, të cilin kam dëshirë ta kaloj vetëm me familjen time. Gjithçka kalon, nëse je në periudhë të tillë, jepi vetes forcë sepse s'ka asgjë që vullneti se mposhtë. Pra me këtë story Sara ka thënë se nuk janë ndarë, janë të lumtur së bashku dhe kështu ne i urojmë të jenë dhe për gjatë gjithë jetës së tyre. Ndërkohë nga ana tjetër Rozana Radi ka bërë një deklaratë për goca dhe gra. Ajo ka thënë se ka qenë një person i cili e përndiqte dhe ka treguar dhe rrëfyer historinë për herë të parë publikisht. Një person më përndiqte sa hapja ashensorin e gjeja aty. Pyeta nëse mund ta mbaja ndonjë spraj, por më thanë se është e palejueshme. Djali u mor nga policia dhe u dënua 1 vit. Sapo doli, filloi përsëri përndjekjen dhe u rikthye sërish në burg se u bëra kallëzim. Sot, sapo ka dalë nga burgu, ka përndjekur një juriste. Unë fillova të mos jetoja, shikoja në çdo moment mos e kisha pas. Fal Zotit, policia mu gjën të pranë dhe sot jam pak më e qetë. Por me njëherë pasi personi është liruar, ai ka përndjekur një juriste e cila ishte e punësuar pranë burgu 313, është fiksuar pas kësaj juristeje, e ka përndjekur dhe ajo e ka kallëzuar dhe personi është sërish në burg. Ndërkohë ky rrëfim i Rozana Radit erdhi pikërisht pas situatës së ngjashme që Albana Bejko përjetoi. Albana në një intervistë dhënë së fundmi rrëfeu të gjithë historinë se si ishte përndjekja nga mjeku. Ajo tha se unë kam qenë në një restorant. Më ka kërkuar të bëj një foto me mua, e kam bërë me shumë dashamirësi. Që nga ai moment e pash një lloj tendence për t'u afruar, por ja lash faktit që jemi personazh publik. Kam marrë mesazhe edhe në numrin tim personal. Kam marrë telefonata duke mos e ditur me kë kam të bëj. I kam kërkuar të më lërë të qetë sepse nuk kam pasur asnjë interes. Kam pasur mesazhe obsesive, deluzionale që sipas tij pretendohet. Që pas fotosh ai e kishte projektuar jetën, që prej 2020-s kisha marrë mesazhe nga ky person. Por takimi për së afërmi mendoj që e kam bërë këtë të ketë më pas reagime. Nuk kam marrë asnjë dhuratë nga ai, ndryshe nga sa është folur. Duke parë që qëllimi ishte i sëmurë, nuk do të pranoja asnjë dhuratë. Kam qenë e friksuar, kam ndryshuar stilin e jetesës. Kam pasur debate në prokurori për këtë pjesë. Kam marrë mesazhe që janë agresive, jo nga përmbajtja, por kur them jo 1, 2, 3 herë, i kam thënë që nëse më bezdis do të denoncoj në polici. Dhe në fakt Albana e denoncoi në polici këtë person, po prokuroria e pa të udhës që ky person të lihet i lirë pasi këto mesazhe nuk ishin si përndjekje. Këto ishin lajmet dhe për këtë javë dhe ne bashkë do të jemi sërish javën tjetër. Pafshim! Andale!